Mirë, lidhe me Sabin Kaplanin, avokat në Francë për të mësuar diçka më shumë. Sabin, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. A është vërtet ashtu siç thot Macron, i ngjashëm dhe i pakrahasueshëm me asgjë të këtyre 10 vjeçarëve të fundit? Vetëm në luftën e dytë botërore kemi parë diçka të tillë, tha ai. Situata është katastrofike në të dyja shtetet, qoftë në Francë, por edhe në Spanjë. Presidenti Macron është duke drejtuar shtabin e emergjencave civile dhe është në terren duke koordinuar aktivitetet bashkë me forcat zjarrfikse. Patjetër që prej luftës dytë botërore Franca nuk e kishte parë një situatë të tillë të ngjashme, është shumë e vështirë për të luftuar këto zjarre që janë të favorizuara qoftë edhe nga era, por edhe nga temperatura siç e thatë ju shumë të larta, që do të shkojnë deri në 42-45 gradë ditën e mërkurë nesër. Ndaj për shifrat sigurisht janë 220.000 persona të evakuar në të gjithë Francën, 116.000 hektar tokë të prekura nga flakët, 13.000 vatra zjarri aktive, që është një shifër shumë e konsiderueshme, dhe ajo që mbetet për të theksuar është fakti që 90% e këtyre vatrave të zjarrit janë shkaktuar nga njeriu. Që do të thotë se ka pasur pakujdesi në hedhjet e cigareve apo të ndezjeve të zjarrit në pronat e tyre në zona të hapura dhe këto kanë bërë që të favorizohen shtimi këtyre vatrave zjarrit. Aktualisht janë 162 persona të arrestuar nga autoritetet franceze policore, e përgjegjës për këto vatra zjarri, 1500 forca ushtarake të angazhuara për të mbrojtur pronat, sepse siç e thash, duke qenë se mbi 220.000 persona janë evakuar, ata kanë lënë pronat të tyre mbrapa, kanë lënë bizneset e tyre, kanë lënë shtëpitë e tyre dhe këto forca ushtarake janë aty për të mbrojtur pronat dhe për të siguruar që gjithçka shkon në rregull, por gjithashtu edhe për të mbështetur forcat zjarrfikse. Qyteti më i prekur aktualisht është qyteti i Bordeaux, është një qytet i madh, është një qytet turistik. Vatrat e zjarrit janë afruar diku te 15 kilometra në periferi të Bordeaux, që ka shkaktuar panik te banorët vendas, por edhe te turistët. Janë zona shumë turistike, janë zona që frekuentohen çdo vit nga mijëra, do thosha edhe miliona turistë nga gjithë bota dhe nga turistë të vendas. Ndaj është një situatë shumë e vështirë për pjesën franceze. Për sa i përket Spanjës, për shifrat janë 100.000 njerëz të evakuar, qyteti i Madridit mbetet qyteti më i prekur, sigurisht kryeqyteti, janë 27.000 hektar tokë që janë në zjarr aktualisht, 77.000 hektar në të gjithë Spanjën. Dhe Shërbimi Meteorologjik i Spanjës ka paremëruar që kjo situatë do të vazhdojë deri ditën e diel, priten temperatura shumë të larta për muajin korrik, deri 45 gradë, dhe kjo nuk favorizon as pak shuarjen e zjarreve. Për sa i përket gjithashtu transportit, është një transport kaotik, është bllokuar çdo gjë, janë bllokuar trenat, autobusët, është bllokuar transporti ajror, aeroportet nuk funksionojnë, që ka shkaktuar shumë problematika mes turistëve dhe banorëve të cilët kërkojnë të lëvizin nga një qytet në qytetin tjetër, dhe kjo është një problematikë që vazhdon akoma. Turizmi është një nga sektorët më të prekur, këto zona funksionojnë dhe jetojnë fal turizmit, presin një vit të tërë për të arritur për të punuar gjatë këtij sezoni, por zjarri bën që këto çështje janë që nuk zgjidhen kaq kollaj dhe duan kohën e tyre, ndaj janë të angazhuar të gjitha forcat në terren për të shuar zjarret, por situata mbetet sigurisht kaotike. Do të thoja gjithashtu që janë 3.5 milion maska FFP2 që po shpërndahen nga autoritetet franceze për personat me problematika shëndetësore dhe personat e moshuar. Po bëhet ç'është e mundur që situata të vendosen në kontroll, pati një përmirësim ditën e dieshme, por sot u pa që në regionet e Girondës, por edhe të Londës, janë në 2 regione fqinje ka pasur një përkeqësim të situatës aktualisht. Qartë, flasim për viktima, Sabin? Po, ka 2 viktima në radhët e forcave zjarrfikse, drejtuesit e këtyre regione për pjesën e zjarrfiksve ishin në lot, disa video që pash në rrjetet sociale tregonin sigurisht një situatë shumë të vështirë, ka pasur gjithashtu edhe civil që kanë humbur jetën, kështu që sigurisht pjesa humane është pjesa më e rëndësishme dhe mbrojtja jetës njerëzore, pastaj vjen më pas prona e të tjera, por që është aktualisht një situatë shumë e vështirë. Qartë, edhe diçka të fundit, Sabin, thej që i prin grupit emergjencës presidenti Emmanuel Macron. Cila është strategjia që po përdoret, duke qenë se në ditët në vijim fatkeqësisht do të ketë rritje temperaturave?
Atëherë ka pasur një mbështetje shumë të lartë edhe nga qytetarët, po luftohet në mënyrë vullnetare. Qytetarët janë bashkuar dhe ai ka bërë një thirrje publike që populli të bashkohet kësaj nisme për të mbështetur forcat e zjarfikse. Çdo njeri në mënyrë rrethanore shkon dhe mbështet zjarfiksit. Siç e dini, këto janë shtete shumë të fuqishme, kanë mjete të luftës kundra zjarit, kanë avion Canadair, kanë mjete shumë të sofistikuara, por situata është një shumë e vështirë dhe prezenca e presidentit, por edhe shtabit të tij të emergjencës në terren bën që të paktën po krijohet përshtypja që sigurisht shteti është aty dhe po bëhet çështje e mundur për të luftuar këtë situatë të vështirë. Doja thjesht 30 sekonda të bëja një paralelizëm edhe me vendin tonë, sepse ne vitin e kaluar kemi pasur situata shumë të vështira në jug dhe në veri të Shqipërisë. Është shumë e rëndësishme që të jemi vigjilent edhe për këtë pjesë, që edhe organizmat tonë, më thënë strukturat tona të luftës kundra zjarit të jenë në gatishmëri të plotë, sepse jemi në muaj korrik, fund korrikut dhe fillim ngushtit, kemi parë që në vitet e kaluara ka pas situata të vështira, ndaj është e rëndësishme që të sensibilizojmë edhe për këtë pjesë që të jemi të gatshëm në rast se situata do bëhet e tillë që do kemi vatra zjarri në vendin tonë. Faleminderit Sabin për mënyrën super të organizuar edhe të saktë të gjithë asaj që po ndodh në Francë, një raportim i mirëfillt i një gazetari profesionist. Faleminderit. Përshëndes. Mirë, do të lidhje të drejt për drejt me një shqiptare, me zonën Lumturi Këllezi. Zonja Këllezit, përshëndes. Faleminderit që gjete kohë për këtë komunikim. Shpresoj të jesh mirë, ju edhe familjarët tuaj, apo jo? Jam mirë sepse jam brenda në Madrid, nuk jam në zonën që ndodhet rreziku i flakës. Tani e gjithë bota po lexon lajme që vijnë nga Spanja. Lutem në mënyrë të përmbledhur, mund të thuash çfarë po ndodh? Ishte një kaos që filloi ditën e mërkurë dhe të shtunën ishte, domethënë, rreziku më i madh. Madridi komplet u mbush me tym, sepse u shpërngullën gati 100.000 banorë nga fshatrat, nga 20 e sa fshatra vetëm në Madrid. Por sot është lajmi më i mirë, që t'i flasim shkurt, është lajmi më i mirë që shumë 13 fshatra nga Madridi, fshatarët po kthehen në shtëpiat e tyre. Dhe një gjë shumë e mirë është që thuhet edhe për vendin tonë tjetë ajo, që pastrimi i pyjeve bëhet në dimër, puna më e madhe bëhet në dimër, që të pastrohen pyjet. Atëherë rreziku është më i vogël. Qartë, zonja Këllezi, çfarë ka shkaktuar këtë zjarr masiv? Temperaturat e larta, pakujdesia, mos pastrimi si shtat? Temperaturat shumë të larta, diçka është që shumicën e zjarreve është pakujdesia e njerëzve, humanët, njerëzit. I shkaktojnë zjarret. Favorizuar nga temperaturat. Nga temperaturat, jo, po përdorin makina që janë të ndaluara, makinat korse, dhe ato shkaktojnë zjarret. Pra, 2-3 zjarre janë shkaktuar nga dora e njeriut. Qartë. Dhe pritet, gjëja më e mirë është që sot janë ulur, nuk është më ajo forca e madhe e zjarrit dhe njerëzit po kthehen, sepse nesër fillojnë temperaturat shumë të larta, mbi 40 gradë. Fatkeqësisht. Dhe aty është prita më e madhe. Raportohet për viktima? Nuk ka asnjë viktim. Prioriteti i parë ishte që mos kishte viktima. Prandaj u larguan njerëzit. Gjëja e mirë që ishte, u larguan gjithë njerëzit nga shtëpiat e tyre. Cila zonë e Spanjës është më e prekura nga zjarret sot që flasim? Madridi, zona e Madridit dhe Avila. Janë zonat më të prekura, që janë mbi 75.000 hektar të djegura. Qartë. Ndërkohë termometri madomendja, temperatura rekord edhe sot. Sot është 38 gradë, po nesër pritet mbi 40 gradë. Fatkeqësisht. Zonja Këllezi, falenderoj shumë edhe uroj që ti jesh mirë, ju edhe familjarët. Faleminderit. Përshëndes nga Tirana. Përshëndetje. Kënaqësi. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informacioni, për lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona tashmë i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Në orën 19 jeni me Mirela Milorin. Bashkë përshëndetemi këtu. Faleminderit.